Rami po insiston që kur të vjen zoti Mustafa do i kthejmë ekonomisë pak më shumë. Kësaj radhe po do të qëndroj te kjo çështja e SBA-ve. Po kemi pas përplasjen kaluarën, u përmend këtu edhe përplasjet e zotit Haradina, edhe përplasjet e zotit Kurti që pa diskutim askush nuk po mundohet t'ja na shkaloj, po për të kësaj ne kemi një sukses që është përkthyer për shkak të kombulsisë së tij, e që ai ka reflektuar edhe është pranuar mirë tek qytetarët. Unë nuk mendoj që zoti Kurti ky me atë çfarë ka ndodhur në veri. Nëse ju nuk e shihni, është problem që do t'ju përkthehet në vota juve, në humbjen e vota, sepse ajo është suksesi afrim Bunjakut. Sepse narracion lëvizave vendose afrim Bunjakut nuk e përmend. Ne përulemi të gjithë para sakrificës e para secilit qytetar të Republikës Kosovës që ka shkuar në herë kur flasim për veri, duhet me përmend Enver Zymberajn, afrim Bunjakut, me dhjetra të vrarë të masakruar nga Oliver Ivanovici që kë ka heroizuar në ata që janë zhvendos me dhunë nga veriu që ka sakrifikuar. Ta përfundoj. Ne kemi pas para rastit të fundit, para Banskës, para vrasjes së policit Bunjaku, kemi pas rastin e ngjashëm dhe kemi pas tërheqje. Kemi pas tërheqje dhe heshtje, prandaj nuk kemi arritur asnjëherë qëllimin sa i përket shtrirjes, s'po e them të sovranitetit, po të rendit edhe ligjit në veri. Tashmë jemi në një realitet të ri, i cili na bën mirë ta pranojmë të gjithë pavarësisht subjekteve politike ose pavarësisht bindjeve tona politike, sepse veriu dhe realiteti i ri në veri është sukses i cili do duhej këtu të na përbashkon të gjithë. Sa i përket kësaj çështjes me SBA-n, zoti Berami mendoj që edhe kjo është një terren të cilin nuk duhet insistuar shumë për faktin se nëse jeni duke përcjell kohën e fundit me atë që po ndodh në Shtetet e Bashkuara, kemi një projekt ligji i cili po pritet të aprovohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës fatmirësisht, e në të cilën specifikohen 3 çështje. Sa i përket Republikës Kosovës, ndërto është që SBA-t përkrajnë Kosovën dhe vendet tjera të rajonit në rrugën drejt integrimit në NATO dhe BE. SBA përkrajnë dialogun Kosovë-Serbi të bazuar në njohje reciproke dhe treta dhe më e rëndësishmja, unë konsideroj, nuk përkrajnë ndryshim kufish, ndarje apo shkëmbim territorësh në të cilën na ka shtyer çorraze dikur një qeverisje kjo është kundërthani me ato që më duhet i ngrehni në këtë terren sepse konsideroj që vetën e keni të humbur sepse SBA ende nuk kanë propozuar diçka që ka iniciuar zoti Kurti, po kanë propozuar diçka që është iniciuar në qeverisje ka qeverisur PDK. Zoti Kurti nuk është që ka propozuar asgjë tek qeveria amerikane. Nëse ndërlidhem me pikërisht me mbledhjen e Komitetit për Punë të Jashtme në Senatin Amerikan, para pak dite ishte kjo mbledhje ku diskutua dhe njëra ndër pyetjet, duke vazhduar në këtë se çka e thatë ju, ishte se a e shet Departamenti Amerikan i Shtetit Albinin si pengesë. Dhe një zëri, përgjigja nga ekspertët ishte që po. Për një korrektiv edhe me këto është manipuluar goxha. Nuk është manipuluar. E ke video konkrete që i bën pyetjen është manipuluar goxha. Sepse njerëz në panel kanë qenë, po pa diskutim ekspert, por kanë qenë edhe hulumtues, profesor edhe opinionist, siç jemi edhe ne të tre. Po pajtohet, të cilët kanë rëndësi të veçantë. Mirë, po analiza e tyre ka rëndësi të veçantë në vendimet e Departamentit Shtetit Amerikan. Burokracinë në Departamentin Amerikan, që pa diskutim edhe ne themi një zëri ndoshta që po, për shkak që Kurti megjithatë ka rezultuar. Me çka është manipuluar? Është manipuluar sepse megjithatë është një interpretim i 3 njerëzve, edhe nuk është një vendim i përerë. Mirë, që këta 3 njerëz. Është çështje 3 njerëz janë opinioni, nuk është çështje faktike. Në Departamentin e Shtetit. Është çështje opinioni, që pa diskutim që opinioni e ka bërë analitike si analistat ata kanë bërë. Jo, është janë njerëz kredibil, këtë nuk po e diskutojmë, po e them që megjithatë mbetet në nivel të opinionit të cilin mund ta mbështesim edhe ne, sepse e thash edhe më herët që megjithatë zoti Kurti ka rezultuar goxha i vështirë në diskutime për çështjet e Kosovës. Këtu ka një kundërargument në shoqi kam përshtypje. Urdhro. Po e thash që në fakt këta nuk janë vetëm ekspertë të thjesht, 3 ekspertë që janë thirrur aty përpara dhe po i bëjnë pyetje të thjeshta. Janë ekspertë me kredibilitet. Këtu është
detyre janë vendimose në... Por çështja e ndarjes mbetet shqetësim i madh. Megjithëse ky shqetësim tani po merr epilog, por përkundër kësaj nuk do të më shqetësonte shumë ndarja asnjëherë nuk ka qenë çështje zyrtare e Republikës tonë, asnjëherë s'ka qenë, ato janë thashë them edhe propaganda